Lillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun Zotin krijuesin e botrave. Mirësi dhe bekimet e tij qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahun e falenderojmë që na do fort. E ku e dim ne se Allahu na do fort? Pasha Zotin unë them se Allahu neve na do fort. Përderisa Allahu na jep mundësi pafund që ne të fitojmë xhenetin e tij. Përderisa Allahu na jep mundësi pafund që ne të shpëtojmë dhe të regjistrohemi një herë për gjithmonë nga xhehenemi i tij. Përderisa Allahu na jep mundësi pafund që të na falen gjunahet. Përderisa Allahu na jep mundësi pafund që ne të pastrohemi e të vlerësohemi. Përderisa Allahu xhella xhelalu na dhurojë neve imanin dhe besimin. Përderisa Allahu na bëri ummet bashkësi e Muhamedit alayhi salatu selam, vallahi billahi për Zotin e Madh, ky është argument i qartë se Allahu na do fort. E të zejë Ramazani gjallë, siç po ndodh me ne sonte, që jemi në natën e parë të tij, pasha Allahun ky është një argument i fortë që Allahu neve na do fort. Tani ka ngel ke ne puna. Lut Allahun që edhe ne t'ja kthejmë Allahut këtë dashuri për ne, së pari me falënderim dhe së dyti me punë dhe me vepra. Falënderimi do të ishte i mangët nëse njeriu do të mjaftohej me faleminderit o Zot. Për këtë arsye Allahu thon në Kur'an: "I'malu ala Dauda shukra." Punoni me falënderim o familja e Daudit. Pra punoni me falënderim ose falënderoni me punë o familja e Daudit. Falënderimi me punë do të thotë korrektësi në atë që ka urdhëruar dhe heqje dorë nga ajo që ka ndaluar, sidomos në këtë rast, në këtë shans, në këtë mundësi, për cilën pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Cili do që agjeron Ramazanin me besim dhe duke shpresuar shpërblim, do t'i falen gjunahet. Cili do që i kalon netët e Ramazanit me lutje dhe me falje, me besim dhe duke shpresuar shpërblim, do t'i falen gjunahet." Nëse deri dje thojshim Allahu na mundsoft Ramazanin, sot ne jemi në Ramazan. Nëse deri dje thojshim Ramazani është kështu, sot ne elhamdulillah, faleminderit o Zoti i Madh që na mundsove të hymë në muajin e begat, në muajin e bekuar, në muajin e zgjedhur të Ramazanit. Muaji i Ramazanit ka nevojë për 3 gjëra, unë i përmend mas namazit pak. Ka nevojë për një pastërti dhe çiltërsi dhe një sinqeritet me Allahun xhella xhelalu. Pasi nuk ngjitet gjë lart, po nuk qe pastër fare, po nuk qe dlir, po nuk qe e kulluar. Po që e përzime me gjë tjetër, nuk ngjitet lart. Kërkon prej nesh dëshirën për të arrit me të vërtet atë që Zoti ka premtuar. Çka ka premtuar Zoti? Pa agjërove do të jesh ndër të devotshmit. Pa agjërove ke fituar xhenetin. Pa agjërove ke shpëtuar nga xhenemi. Pa agjërove të janë fal gjunahet. Pa agjërove të shpranuar pendimi. Pa agjërove e ke të sigurt që të kanë fal të gjitha gjunahet. Dëshira jonë duhet të jetë kjo, njeti dhe qëllimi jonë duhet të jetë ky, kënaqësia e Zotit. E treta gjë që kërkohet prej nesh është të mundohemi të japim hakun Ramazanit. Ramazani pjesën e ndalesës nga e ngrëna dhe e pira dhe marrëdhënie bashkëtorë nga agimi deri në perëndim, kjo është sprova e Ramazanit. Ndërsa sfida e Ramazanit është që Ramazanit arrin zemër, që Ramazanit përmirësoj shpirtin, që Ramazanit ta bëj njeriu më të ndjeshëm,
që Ramazani ta bëjë njeriu më, si më thënë, ta atill që i ndjen gjërat, i përjeton gjërat. Njëri që reflekton, njëri që mendon dhe kujton çfarë ka bërë dhe që i kërkon falje Zotit dhe i kërkon falje Allahut xhalla xhelaluhu. E për ta mbyllë këtë hyrje që të futim tek pyetje përgjigjet, agjërojmë Ramazanin me besimin në Zot, duke shpresuar çfarë ka premtuar ai për Ramazanit. Le të jetë agjërimi jon i Ramazanit me disa niyete, për të kënaqur Allahun, për të fituar xhenetin, për të shpëtuar nga xhenemi, për të bërë një obligim, për të realizuar pasimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sepse edhe ai ka agjëruar Ramazanin, për falje gjunahesh, për pranim pendimi dhe për një jetë të bekuar nga Allahu. Le të jetë pra mubarek, për një jetë mubarek mas në Ramazan dhe mas Ramazanit. Le të jetë agjërimi jon i Ramazanit të këtij viti me 8 niyete. Subhanallah, të dalësh nga Ramazani me 8 niyete nuk është njësoj se të dalësh nga Ramazani me 1 nijet. Ajo që ne duhet kujtojmë vazhdimisht është se këto gjona duhet i kujtojmë për ditë. Të përsërisim për të kënaqur Allahun, për të fituar xhenetin, për të shpëtuar nga zjarri i xhenemit, për të ndjek pejgamberin alayhi salatu wassalam, për të na u fal gjunahet. 6 për të na u pranuar pendimi. 7 për një jetë begatshme mas Ramazanit. 8 për të reflektuar. Jo, 8 nëse. Për ta si se jabe? Po pra më shpëtu nga zjarri i xhenemit ose më u regjistru nga listat e xhenemit. Është e rëndësishme pra ta bëjmë Ramazan me disa niyete dhe këto ti kujtojmë. Ne për shembull nuk arritëm të përsëritim. Do të thotë që harrohem. Kështu që i shkruan njeriu edhe çdo ditë kur çelet ose mas teravive i lexon edhe një herë. Për të kënaqur Allahun, për të fituar xhenetin, për të shpëtuar nga zjarri i xhenemit, për të ndjek pejgamberin alayhis salatu wassalam, për të dlirësuar dhe për të pastruar, për të gjithmonë në 6 problem. Për të na u pranuar pendimi, po, për të na u fal gjunahet. Edhe për një jetë të begatshme mas Ramazanit. Arritëm. Lusë Allahun e madh që kështu të jetë Ramazani jonë. Lusë Allahun e madh që kështu të jetë Ramazani jonë. Atëherë po fillojmë me pyetjet inshallah taala. A mund të falen në shtëpi teravit dhe sa rekat duhet falen teravit në shtëpi? Teravit në le të themi në origjinë duhen të falen në xhami. Për të arritur hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili tha, kush falet me imamin derisa të mbarojë, i shkruhet sikur është fal gjithë natën. Po pse duhet kjo gjëja? Duhet kjo gjëja sepse hadithi çfarë tha? Men qama ramadane imanan wa ihtisaban. Kush se hadithi ka vuj kusht vështirë. Kush i kalon netët e Ramazanit me lutje dhe me falje, me besim dhe duke shpresuar shpërblimin. Po me i kalon natën e Ramazanit me lutje dhe me falje, i bie që gjithë ditën me flet gjumë. Atëherë vjen lehtësimi. Cili është lehtësimi? Kush falet me imamin derisa të mbarojë, i shkruhet sikur është fal gjithë natën, e arrite. Edhe pse ti fal 8 apo 11 apo 20 apo 23 rekat, ti e merr shpërblimin sikur je fal gjithë natën. Thot
Në shtëpi pastaj është e lirë situata. Si ta ndjej njeriu më shumë dhe më mirë. Në shtëpi njeriu mund të falet edhe namaz natë, për shembull, dikush thotë di se është puna, teravit janë shumë pak. Do të shtoj ke shtëpia namaz nafile. Mashallah, shumë mirë. Shtoj inshallah, Zoti ta shpërbleft. Nuk ka asnjë lloj problemi. Po ne kemi fal vitrin në xhami. S'ka problem, ti fali dyshe ke shtëpia, s'ka problem. Sepse la witrani fi lejle, nuk falet vitri 2 herë. Kështu që përderisa e ke fal nafile. A ka argument? Po, ka argument. Ka hadith të saktë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam para sabaut ka pas fal 2 rekat nafile, ndërkohë që e kishte fal vitrin më përpara. Kështu që lejohet mas vitrit me arsye, siç jemi ne me imam, njeriu nëse do me fal 2 rekatësha, mund të fali sa të doj. Ka hapësirë. Argumenti, kjo që tham. Argumenti tjetër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, salatul lejli wan nahari methna e nafile. Namazi vullnetar i natës dhe i ditës është dyshe, pra me kuptimin është i lirë. Pra në shtëpi mund t'i falësh 8 plus 3, 10 plus 3, 20 plus 3 dhe më shumë plus 3 vitër. Deri sa na është transmetuar nga banorët e Medinës që kanë pas fal 36 plus 3, pra afërsisht 40. Në Ramazan flitet. Doja të pyesja në qoftë se lutjet a mund t'i bëjmë ne në gjuhën shqipe? Absolutisht po, gjithë shqip lutem. Vetëm disa formula që thuhen në arabisht, për ndryshe njeriu mund të lutet në gjuhën shqipe, madje edhe në namazet farze, thon dietarët, njeriu mund të lutet shqip kur bie në sejdë ose para selamit. A lejo të agjërim për dikë tjetër, pra për prindin, motrën apo vllajin? Po për vete, me leje. Për vete, agjëron ai tjetër. Masi të vdesësh ti, agjëron ai tjetër për ty pastaj. Agjërimi është adhurim personal, individual, e bën njeriu për veten e tij. Unë jetoj në Angli dhe ne kemi filluar agjërimin dje, ndërsa ju e filloni nesër. Si t'ja bëjmë ne? Ju agjëroni me njerëzit atje. Kush është në Itali, agjëron siç agjërojnë ata atje. Kush është në Gjermani, agjëron siç agjërojnë ata atje. Kush është në Amerikë si ata atje. Kush është në Australi si ata atje. Kush është në Malezi si ata atje. Kush është në Afrikë si ata atje. Pra ata muslimanë që e kanë filluar agjërimin me 18, se janë mbështet tek vendi ku ata jetojnë, e qendrat islame atje janë mbështet tek shikimi i hënës apo ke Mekka, agjërimi i tyre është i saktë. Edhe ne që po agjërojmë nesër që është 19, edhe ne agjërimi jon është i saktë. Gjithë secili sipas vendit ku jeton. Kështu që stresi zero, se jena në Ramazan, tani ka hyrë Ramazani. Nga Ramazani i vjetshëm ka ngel 6 ditë pa mbajtur. Si t'ja bëj se u fut Ramazani i këtij viti? O këtë pyetje duhet të kishe bë para 6 muajsh, ose para 3 muajsh, ose para 1 muaj. Tani e bë këtë pyetje, ka hyrë Ramazani, çfarë të them unë për shembull? Agjëra dhe natën që ti shlysh ditë natë. Kështu që kur të mbarojë Ramazani, agjëro mrapa. Mas Ramazanit agjëro i herë këtë 6 ditëshin e 30 vjetëve më përpara që të ka ngel, dhe pastaj 6 ditëshin e Ramazanit që do të shoqërosh këtij viti. A bëj gjëna me shku numre pa pyet burrin se ky nuk don me ardhë me mua, po edhe nuk më le, gjithashtu dhe fëmijët mi ka vu kundra, për mos me mlan. Për pas nuk, do të thonë burri nuk e lën me shku numre, po edhe ja ka bë kalamajt kundër që mos ta lën nonën me shku. A është turp që një femër të shkoj me grupin e Medina Travel? Me Medinën? Lejohet me Medinën, po. Se jemi edhe me motra muslimane nuk jam vetëm dhe është udhëtim i sigurt. Duke pas parasysh se unë jam 62 vjeçe.
Hiç mos i pyet hiç. Janë rregull. Për umrën e parë që quhet umreja e Islamit, për haxhin e parë që quhet haxhi i Islamit, lejohet femra të udhtojnë nëse ka një grup femrash dhe është udhtim i sigurt. Kështu që vazhdojnë inshallah e këta të vazhdojnë me ignorancën e tyre. Është një pyetje pak e vështirë, po më duhet ta bëj patjetër se më duhet opinioni fetar. A ta shohim pyetjen. A lejohet me puth fëmijën në buzë, gjyshi apo gjyshja? Çfarë njerëzish zoti më dhe lamë. Po puthën qaf, o gjyshe, puthë ke qafa, puthë ke koka. Pse di për zotin e më? Nuk e di, vallaj, bilet, nuk e di. Mund tjetë në i tradit, ndoshta në i zone, ku të gjonë nga vinë. Nga Afrika ose nga një vend i botës, ku dëgjon, që i puthin fëmijët në buzë. Pse duhet puth në buzë, më? Plaku dhe plaka pra gjyshi, dhe gjysha mund të kenë mikrobe, mund të kenë problematika. I futhet puth me aty të voglit në buzë. Me sa i vllai tha, ishte njëri tha që s'u smujte kurrë. Po pse? Kishte paston një jati vet që ku të shofsh një rob të smun, shkorri afër. Edhe me mor ato. Kështu më tha një vlla. Ishte i Gjerman apo suedez, nga ishte? Kush na tha këtë histori? Aty ke teqja e mjesit. Ke dhikërtorja e mjesit. Na tha i vlla që njëri tha, kishte thon baba vet, sa herë të shofsh rob kur ka qenë i vogël. Sa herë të shofsh një njerëz smun ngjitju aty. Edhe ky kishte marrë gjithë smunjet që ishin në pazar, që ishin treg, kishte fituar ato antitrupat. Ne ishte mashallah. Po. E rëndësishme, ky nuk është justifikim. Kështu që i bëj thirrje gjyshit dhe gjyshes të ndrojnë në vend. O ju fal Zoti, ju fal. Më spas robi pikmenje, burr elhamdulillah. Hoxhë nderuar, sa po hyri Ramazani dhe jam me koll e me gëlbaz. Allahu të shëroft, ç'të bëj hoxha. Am prishet Ramazanin nëse e çoj gëlbazin poshtë. Tani të qite kur ke mundësi me qit. Kur s'ke mundësi, Allahu ta letësoft. Kur s'ke mundësi, përcille, stresit zero, nuk prishet. Jam fillim të muajt të 9 të shtatzanis, a mundë me agjeru? Jam konsultuar me mjekën se e dia do të më thoje konsultohu me mjekën dhe ajo më ka thënë mundë të agjerosh. Nëse mjekja thot mund të agjerosh, edhe hoxha thot mund të agjerosh, s'ka problem. Alhamdulillah. Jehtikum Allah, bale. Gjysha ime agjeroi ca ditë para Ramazanit dhe na ka thënë që duhet ta presim Ramazanin edhe ta përcjellim. Allah është përblef gjyshën tate o Zoti i Madh dhe i dhont Allahu gjyshës tate edhe neve gjunafqarëve këtu. Xhenetin Firdaus. Po është e vërtet që ka qenë traditën e moshës vjetër, pleqve, ka qenë që thoshin Ramazani pritet dhe përcillet. Po faktikisht me argumenta fetare vetëm përcillet, nuk pritet. Ka thënë Abu Huraira radhiyallahu anhu se cili do që në hadith, pra ka ardhur një hadith nga Abu Huraira që thotë cili do që agjeron jo me shek ditën e dyshimt, ditën që s'dihet është Ramazan apo jo, faqad asa Abul Qasim, ka kundërshtuar profetin Muhammed. Kështu që nuk bën njeriu që ta presi Ramazanin me një ditë apo 2 ditë përpara, dhe ka një hadith tjetër, thotë ka ndaluar i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam që të pritet Ramazani me një ditë ose 2 ditë. Për këtë arsye nuk bën, ndërsa përcjellja po. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kush agjeron Ramazanin dhe e shoqëron me 6 ditë nga muaji i vijues, që i bjerë tjetë muaj Shawal, i shkruhet sikur ka agjëruar gjithë vitin.
Ana lejohet që në namazin e teravive të lutemi shqip. Ne kemi thonë edhe në farz, kështu që në teravi stresi zero ose ngrirje janë rregull. A duhet ta agjëroj një grua që e ushqen me gji fëmijën? I lejohet, i pranohet, duhet s'themi dot. Gruaja që është shtatzën ose është me fëmijë gjiri, i lejohet që ta agjëroj. Mund ta agjëroj, i pranohet nëse agjeron. A duhet? Jo. Si ta shohit arsyeshme. Nëse friksohet për vete apo për fëmin, lejohet që mos ta agjëroj e këto ditë do t'i agjëroj më vonë. Çfarë pyetje, elhamdulillah. Kur gruaja nuk e bën detyrën e bashkëshortes dhe thot atë punë keti, shko kullot se ka sa të dush. Ku janë këto gra, ja? Unë e dija që këto gra kanë vdek, po pas ka akoma. Shko kullot, i thot gruaja. Po thoj gruas, unë nuk jam lop, se shkoj të kullos. Po kjo gruaja që ka shumë poete, nuk ja thot shko kullot. Pas ka një notë shumë të lartë në elekuencë dhe në gjuhë. Me që gruaja thot kështu, o vllajim, futi të martu me vlla, me të dytë, me të tretë, me të katërt, se e pas ke leje në vlla. Vetëm thuj gruas ma jep me shkrim. Kur ta shofi gruaja që ti e ke seriozisht, do thot gruaja hajtë se kam livadhe plot, që si ke shijuar akoma. Ej, Zoti i madh, elhamdulillah. A lejohet të bëjmë hijame gjatë muajit Ramazanit? Ibrahim, ti e ke bërë këtë? Lejohet që të bëhen hijame gjatë muajit Ramazanit, nuk përbën asnjë lloj problemi fetarisht, madje nuk prishet agjërimi në mendimin më të saktë dhe më të drejtë të dietarëve. Unë jetoj në Reggio Emilia, do të jetë në Itali ky. Pash postimin tuaj që thoshit se Ramazani fillon me datë 19, por në disa kalendar të qytetit tim thuhet se nis me 18. Am më thoni se kush është më sakta, ec me njerëzit e qytetit tuaj atje. Unë dua të mbaj agjërim, por në këto momente po bëj një terapi hormonesh për të bërë fëmijë. Jam femër dhe terapinë e marr me gjelpëra subkutane. Se dia e kam lexuar mirë. Janë hormone për të më ndihmuar për të bërë in vitro. A mund të mbaj agjërim me këtë lloj terapie, theksoj se janë hormone jo suplemente ushqyese. Terapinë kam 2 herë në ditë me orare. Lejohet. Nuk përbën asnjë lloj problemi fetarisht. Nuk të prishet agjërimi. Po, e thamë ne, domethënë, motra që janë me gji ose 7 zëna, agjërojnë mas Ramazan. Ha? E bukur kjo. Nëse dikush thot, për shembull, njerëzit e venit atje kanë thonë që është 18, ndërsa ky nuk e ka gjusë se ka marrë vesh. Po thuti. Apo më kanë gjumë mu. Nëse më kanë gjumë mu, Allahu ta lehtësoft, nëse gjithë muslimanët atje kanë agjëruar me 18, duhet ta përsërisësh këtë ditë. Atje ku jeton ti. Në Norvegji, në Suedi, ku dëgjon etj. Nëse xhamiat atje ndan 2 pjesë, rri me mu se janë rregull. Allahu ta lehtësoft. Si e kalova?
po të si e kalon. Si e, desha të bëj pyetje hoxh. Gjatë Ramazanit, a lejohet me lujt bilardë për shumë kush shumë bet lojën e paguan pa vënë as basta as gjë, vetëm kuadër kush shumë bet lojën paguan. A e prish agjërimin? Aleikum selam. Pa bast, po kush shumë pagun. Kush shumë pagun është një lloj basti. Kush shumë pagun është një lloj basti, nuk lejohet në Islam. Nuk lejohet. Ama Ramazani nuk prishet. E zejmë se kështu e bon ato, se kështu e kanë. A prishet? Nuk prishet Ramazani, por i bie vlera. Sepse jetu bo bixhoz në Ramazan. Basti është një lloj bixhozi, për këtë arsye nuk lejohet në Islam. Ditën e ejte që fillon Ramazani, unë kam një takim me dentistin. Takim ka për qëllim, ka për të bona i punë, se me taku dentistin, lejohet. Normalisht që ku shkohet tek dentisti bon gjilpon anestezis, fillo punën e tjerë, nuk prishet. Po mirë, nëse tek dentisti të shkon në i glëjk poshtë, prap nuk prishet. Pse? Sa është padashje. Është padashje. Më mirë do ishte këto takime të eliminohen qofse s'ka shqetësim. Qofse ka shqetësim, ose është koha e tillë, ose nuk ka hapësirë tjetër, ose dentistin po se kape në këtë kohë e kap para ditës kiametit i javë, atëherë lejohet që të bëhen ndërhyrjet e gjërat. Nëse padashje shkon diçka poshtë, nuk ka problem, dhe mpirja nuk e prish agjërimin. Jam në muajin e 6 të shtatzanis, kam agjuar Ramazan dhe falen 5 vakte. Unë nuk kam asnjë lloj shqetësimi nga ana mjekësore për pjesën shtatzanis. Vetëm se gjatë kësaj periudhe më pihet shumë ujë. Ndërsa ushqim zakonisht haj shumë pak. Çfarë më këshillon? Nuk t'jap dot këshill, po duhet më pyet si ajo motra më përpara mjekën tate. Nëse mjekja jote thotë që mund ta mbajsh, se nuk ka probleme, mbaje. Nëse mjekja thotë jo, se është shumë delikat, ku dëgjon etj, në këtë raste thot Zoti në Kur'an, "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Pyetni specialistët e fushës nëse nuk dini, pyetni të diturit. Në këtë rast un jam xahil, ignorant, nuk marr vesh të kjo pjesë. Kam dëshirë të agjëroj Ramazanin. Unë jam një nën që ushqej foshnjën me gji. Mirë, po kam frikë se mund të më bjerë qumshti. Nëse e filloj Ramazanin gjatë ditës, shoh që nuk e përballoj. Pra kam unë dobësi ose bebi, a më lejohet ta ndërpres? Dhe në këtë rast duhet bëj vetëm kada apo edhe fidje? E bukur. Nënat me gji tha mund të agjërojnë. Lejohet që të agjërojnë dhe ju pranohet agjërimi nëse agjërojnë. Por ju lejohet edhe të mos agjërojnë. Ose për merakun e vet, ose për merakun e fëmijës. Tani kjo motra është e thellë në dije. Çfarë pyetje ka bërë? Thot, dakord, po nuk agjërova, a duhet bëj vetëm kada apo edhe fidje? Çfarë është kada? Agjërimin mrapa. Fidje, shpagim. Ka dy mendime dietarësh. Një mendim që thot duhet bëj kada dhe fidje. Pra edhe domethënë të bëj kompensim ditësh edhe shpagim me ushqim. Mendimi tjetër është që jo vetëm kada, vetëm kompensim ditësh, dhe ky është mendimi më i saktë. Dua ta agjëroj këtë vit, nuk e kam bërë kurrë, është hera e parë, mashallah. Allahu të nimoft, Allahu ta lehtësoft. Mirë, po ka një problem, thot. Unë shërbej alkol sepse kam një lokal timin. Am pranohet agjërimi dhe am lejohet. Duhet agjërosh. Ai problemi i lokalit dhe i alkolit është problem vete. Agjërimi është gjë tjetër. Pra ti duhet agjërosh se ta obligon Zoti. Ti po e bërë agjërimin mirë, inshallah Zoti më ka për ta pranuar.
nuk është në atë vlerë si njëri i cili nuk e bën këtë gjë, ama agjërimi jot është i saktë dhe inshallah Zoti e pranon. Kështu që mbaje Ramazanin. Allahu ta lehtësoft. Si jemi me kohën nëmër? Kam një pyetje, nëse mundeni, për problem me burrin, thotë është punëtor, kujdeset për mirëqenien e familjes, por ama nuk i don mysafirët. Kur them mysafir, familjarët e tij, vëllezërit e tij, motrat e tij, ose edhe të mit. Kur isha re dhe më e fortë psikikisht i pranonte. Tani që jam pak më e vjetër, ai s'toleron fare. Ai do të na e kthej shtëpinë në një varr të gjallë. Të lutem përgjigju kësaj pyetje live, sepse të dëgjon shpesh herë. Dhe ka shumë burra që janë mësuar të bredhin rrugëve e për shtëpitë, të jenë qetë, nuk duan mysafir, trendi i kohës së sodit. Masha Allah, çfarë gruaje, Zoti e ruaj. Ne mendojshim se këto lloj grash kanë vdek me kohë, po pas ka akoma motra të tilla dhe gra të tilla. Subhanallah. Subhanallah, vallahi bilaj, subhanallah. Për Zotin, halal qoftoj motor, e ky kapsolli Zoti u zoft. Ky burr jot që e ka kapsoll. Kapsoll, po me barut të lagur, që kur ja ven atë, ja bo 21 milimetër edhe fiket. Kështu që Zoti u zoft këtë kapsollin tatë dhe e falt, ty Zotit në roft e të lartësoft. Vallahi bilaj, gra dhe femra si puna jote janë tralla, po Zoti don xhenetin. Allahu don xhenetin, bëj durim, s'ke çfarë me bë motër. Bëj durim edhe je në rregull. Këtej nga jugu, pas kanë zakon, që kur ndoroj jetë një njeri, theri një dash, a diçka që të bëjmë gjak tek porta kur ta nxjerrin. Dhe thonë za, të kaloj mejti si për gjakut. Paganizëm, ky akt është idhujtari, paganizëm. Shirk. Zoti thotë në Kur'an, çdo gjë mund t'ia fal njeriu, përveç se paganizmin, idhujtarin nuk ja fal kurrë. Kështu që Zoti i udhëzoft në të drejtë, kjo gjëja nuk lejohet në Islam. Është paganizëm. Kam një pyetje, a është haram me r, jo haram, haram me r, për besimtarët të mbajnë armë ose thik me vete, varet nga ligji. Po t'jesh në Amerikë lejohet, po t'jesh në Shqipni ndalohet, po t'jesh polic lejohet, po t'jesh civil ndalohet. Kështu që varet se ku jeton, si jeton, varet çfarë rregullash. Ka vende që lejohen shpatat për shembull, lejohet. Kështu që varet se ku jeton, varet se ku jeton. Kjo s'ka lidhje me Ramazan, Ramazani është i saktë, sidoqoftë puna. Kam një vajzë dhe përmend moshën e vajzës, nuk përmend që mos ashtu. Dhe unë kam pas probleme me burrin, e doja të ndasha që kur vajza ishte fëmijë, sa ai vazhdimisht pinte, por ajo kur ishte 20 vjeç donte një djalë dhe e fejum, por ai e tradhtonte dhe u ndan. Por tani kemi vendos, do të fejohet se kam frikë, mos më ndodh prap, po ai fajin ma vë mua, sepse ishit ju e më keni lënduar, prandaj jam në këtë situatë. Çfarë të bëj unë si nën? Unë se kuptova mirë. Aha. Thot,
kur ishte 20 vjeç, donte një djalë për goca e fejum, po e tradhtoi dhe u ndan. Dhe tani nuk vendos dot fejohet se kam frikë, mos më ndodh prap thot, po fajin ma ve mua sepse ishit ju që më keni lënduar. Prandaj jam në këtë situatë. Çfarë lidhje ka kjo punë e Allahu ta lehtësoft? Goca si det, po desh mu feju, let fejot, po s'desh mu feju, ti stresin zero, mjaft ke vujt deri sot. Stresin zero se stresin ngrirje. Goca, po desh mu feju, të fejot, po s'desh, let vazhdoj shtëpiake. Unë sot në namazin sabat përfundova një hatme dhe gjithmonë duan e kam bërë vetë, sepse nuk i kam mundësi dhe kushtet për ta bërë të imamin në xhami, sepse ai na kërkon 1000 dinar. A mund ta bëj vetë duan e hatmes? Vetë më ja mos i imamit kot lekët. Bëj vetë duan e hatmes, mlidh njerëzit e shtëpisë dhe bëj duan e hatmes bashkarisht. Po çat lutem unë? Shqip. O Allah më fal, o Allah më shiro, o Allah më prano. Ti japësh imamit 1000 dinar. Nuk e di se sa bën shqip 1000 dinar. Ha? 20 euro. Mirë. Ha? Sa? 40. Për i dua 40 euro, mirë që ka imami. Me pasi xhamat devotshëm, me bot gjithë ditë për ditë ka jatë. Ka 40 euro imami. Ha? Sa? 16 euro, po mirë që ka imam. Që ka imam i mirë kështu, nuk e pas ka dorën e ronë. Pyetja e fundit, se Omeri do të shkojë të rregullojë gjërat lart. Në lidhje me fitrat, kemi një kushëri të smurë rënd, me një smundje që s'ka shërim, s'ka të ardhur lek gruaja e tij, dhe ajo është me një veshk, ka mbet për shkak një kanceri që kishte, ja hoqi njërin. Kanë vetëm një djalë i cili mundohet, por s'mund t'ia dalin qosh. A lejohet me ia dhënë këtyne fitrat? Lejohet fitrat edhe zakatin kësaj familje. Lejohet me ia dhënë fitrat edhe zakatin. O vëllezën, a e ngjut pyetjen? A e ngjut pyetjen o vëllezën? Çfarë thot? Ka sëmundje të pashërueshme, burri. Gruaja me i vesh se njërin ja kanë heq. Kanë një fëmijë që munohet me majt shtëpinë. Vallahi bilaj, për Zotin, jemi shumë pak falendërues ndaj Allahut, vallahi bilaj, për Zotin. Na vin rastet e tilla dhe bojnë këto pyetje që ne drujt të zejmë mend e të jemi falendërues ndaj Allahut për të mira që na ka dhënë Allahu xhalla xhelalu. Mirë, atëherë po mjaftohemi me kaq inshallah taala. Lë Zotin e madh. Ata amën ta bëjmë edhe këtë, prit. Ta bëjmë edhe këtë. Ta mbyllim me kaq. Thot, do të bëj fëmijë sunet, thot, është e nevojshme para se të shkojmë në intervenim, ndërhyrje. Ta thrasim hoxhën për dua, por çdo hoxhën aman. Se po të kërkon ai 50 euro. I vllale hoxhën pun vetë në sa vet. Pastaj sunet likini të bëjë si ku jeni të therr, na i dash. Kështu që stresit zero, mos e merrni hoxhën fare, jeni në rregull. Selam aleikum.